Mirëmëngjesi. Atëherë edhe sot vazhduam përsëri me paketën e maleve. Sot kishim 3 bashki të tjera, duke filluar me bashkinë Puk, Bulqiz dhe Lezhë. Tashmë kemi një numër, pothuajse gjysmën e bashkive në vend kanë zonat prioritare të miratuara. Numri i interesimeve në territor tashmë ishte afruar numrit 500. Ka disa bashki të cilat janë në fazën përfundimtare të miratimit të kërkesave nga qytetarët. Duke filluar me bashkinë Shkodër dhe pastaj me gjitha bashkitë Meral, duke vazhduar me Skraparin, Përmetin e tjerë, të cilat së shpejti mbarojnë afatin 45 ditor për të shpallur kandidatët të cilët më pas do të kalojnë për miratim në Këshillat Bashkiake. Paketa e maleve, siç e kemi thënë tashmë disa herë në dalje dhe në konferenca për shtyp, është një nisëm prioritare tashmë jo vetëm për qeverinë, por mbi të gjitha për zhvillimin e territorit, sidomos për bashkitë në vend, dhe duket qartësisht që dhe nga shpreha e interesit jo thjesht e qytetarëve, por procesi që po shtyhet para nga bashkitë tregon më së miri nevojën e kësaj nisme për të krijuar zhvillim ekonomik lokal. Faleminderit. Pyetje? Demo, Klajdi Boti nga Syri Televizion. Në paketën e male janë përfshirë dhe disa bashki, si bashkia e Durrësit, e Shijakut, e Kavajës. Po. A mund ta dim ku janë malet në Shijak, në Kavaj, në Durrës, dhe mbi çfarë kriterësh është bërë kjo paketa maleve? Për shembull nga Kavaja, po nuk do të kemi ndaj mal atje. Atëre, ne mund të bëjmë leksione gjeografie për sa i përket përkufizimit maleve në sensin e lartësisë. Paketa e maleve është një nocion më i gjerë për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal në të gjithë territorin e vendit. Ajo çfarë ne bëjmë në këtë moment është shumë e thjeshtë, janë vetë bashkitë të cilat e fillojnë procesin e zonave që ato gjykojnë që janë prioritare për zhvillimin lokal. Qeveria në këtë moment bën miratimin e këtyre zonave, po janë, edhe duhet ta nënvizoj këtë fakt, janë po vetë bashkitë që ndjekin gjithë procedurat për sa i përket zhvillimit në territor. Po, në lidhje me problematikat e pronësisë, sepse një pjesë e këtyre zonave që ju thoni janë ndarë me ligjin 7501, ndërkohë që në këto toka mund të ketë dhe pronar. Si do ta zgjidhë qeveria këtë problem ku ka qytetarë të cilët kanë certifikate me ligjin 7501, ka dhe qytetarë të cilët kanë dokumentat e vjetra që janë trashëgimtarë të kësaj prone. Si do ta zgjidhë paketa e maleve këtë problematikë, megjithse do të theksojmë që ka 13 vite dhe në janar ligji për kthimin dhe kompleksimin e pronave e ka mbaruar afatin. Si e ka menduar qeveria këtë problem? Atëherë, unë do të falenderoj për pyetjen, sepse besoj është shumë e rëndësishme dhe duket qartazi që informacioni është i cunguar për sa i përket paketës së maleve. Më lejo të shpjegoj vetëm dy gjëra. Paketa e maleve nuk është i nisëm për zgjidhjen e pronësisë, që ti mbivendosesh 7501 apo ligjeve të tjera. Paketa e maleve është një instrument për zhvillimin lokal. Dhe në këtë ne duhet të kuptojmë dy momente që janë shumë të rëndësishme. Sfari, nuk ka në asnjë rast mundësi që paketa e maleve t'i mbivendoset një tokë e cila është pronë private e regjistruar. Ka zero shans. E para. E dyta, bëhet fjalë që çdo aplikant i cili ka të drejtën të aplikojë në paketën e maleve duhet të plotësojë dy kushte. Ose duhet ta ketë zotruar atë territor për spaku 10 vjet, ose duhet ta ketë zotruar të territor me një dieni të gjerë të publikut, siç kemi raste sidomos në veri të Shqipërisë, kur njerëzit i kanë ndarë tokat në bazë të kufive të vjetër, por nuk kanë dokumentat e pronësisë dhe nuk ka aty asnjë pronar tjetër privat. Në këto raste atyre lindet drejta për të aplikuar, por kjo nuk është përfundimi i procesit. Procesin vetvete ka disa tregues, sidomos për të garantuar që komuniteti të jetë i përfshirë, duke përfshirë afatin 45 ditor publik, që çdo aplikant që e ka bërë në bashki, bashkia pasi bën verifikimet, shpallet 45 ditë, gjatë afatit 45 ditor, nëse ka një kontestim nga kufitari, nga një subjekt i cili mund të pretendojë pronësi në të njëjtën territor, procesi automatikisht pezullohet. Kështu që unë besoj që ligji qartazi i ka vënë të gjitha valurat e sigurisë, në thonjza, për mos krijuar konflikte në territor. Dhe garancia më e madhe, që të jemi sinqert me ju po ashtu, është pikërisht bashkia e cila duhet garantojë mbi të gjitha transparencën, gjithë përfshirjen e komunitetit gjatë këtij procesi për sa i përket paketës së maleve. Faleminderit. Po, fal.